Vladimir Putin e vesh rrallë uniformën ushtarake. Kjo ndodh kur ai ka ndonjë zor të madh ose dëshiron të jap ndonjë porosi të rrept. E pikërisht këtë e bëri kur vizitoi një territor të shtetit të tij të madh, Rusisë, që është pushtuar nga Ukraina, shumë më e vogël. Urdhrin e rrept për t'i larguar urgjent trupat e Kijevit, Putin i dha kreut të ushtrisë së vendit, Valeri Gerasimov, menjëherë pasi ky i fundit e priti shefin e vet në Kursk. Detyra jonë është që në kohën më të shkurtë të mundshme të mposhtim përfundimisht armikun i cili ka hyrë në territorin e rajonit të Kurskut dhe ende po kryen operacione ushtarake në këtë pjesë. Presidenti nga Moska i përmendi edhe masa tjera që duhet të marrë ushtria ruse. Të çlirohet tërësisht territori i Kurskut, të rivendoset situatë normale përgjatë vijës kufitare të shtetit dhe natyrisht të krijohet një zonë sigurisë përgjatë këtij territori. Ukraina kishte pushtuar Befas, gushtin e kaluar, një pjesë të Kurskut, brenda Rusisë, rajon ky të cilin e mbajti deri tashti, pavarësisht sulmeve të vazhdueshme të ushtrisë së Kremlinit, e cila u ndihmua edhe me trupa elitare që i erdhën në ndihmë nga Korea Veriore. Sulmet e kryera nga forcat ruse brenda Ukrainës vranë një ditë më parë, të paktën 5 civil. Kjo ndodhi pavarësisht faktit se negociatat për një armë pushim mes palëve janë intensifikuar me përfshirje direkte të Amerikës.